Vlonjatët me sa duket janë zgjuar me vonesë. Në orët e para të nisjes së procesit zgjedhor të 9 nëntorit, në Vlorë është vënë një pjesëmarrje tepër e ulët e votuesve. Në orët e mëngjesit të kësaj të diele, ndryshe nga vitet e mëparshme, numri atyre të cilët shkuan në qendrat e votimit për të ushtruar të drejtën e votës ishte tepër i ulët, ndërsa e njëjta situatë ka qenë edhe në qendrat e votimit, të cilat ndodhen në Pallatin e Kulturës Llabëria, ku edhe në këto qendra numri votave, të cilat kanë qenë në mëngjesin e kësaj të diele, ka qenë tepër i ulët. Ata qytetarë të cilët shkuan të parët për të votuar e konsiderojnë këtë ditë si tepër të rëndësishme për ta. Sipas tyre, kjo është dita kur kanë forcën e tyre dhe këtë forcë e tregojnë vetëm duke ushtruar të drejtën e votës. Po, vetëm na shiu era më tepër se mos binte shije dhe zjek, si ka mundsi. Si proces të rëndësishëm për qytetin? Po e kam, shumë të rëndësishëm. Pa një kryetar s'bet asgjë. Po se një kryetar në qendër. Kështu që të zgjedhin atë më të mirin. Ke një mesazh për vlonjatët, çfarë do thuash? Po vlonjatët. Vlonjatët janë socialistë të betuar. Po. Po dhe të vinë, pse mos të vinë? Janë të rinj të gjithë, në vejmin e pleqt. Edhe jo mos të vinë të rinj. Pa, ma që... Erdhe që herët për të votuar, apo ja? Po, erdhe për ta mbaruar, e kemi detyrë është që të realizuar, kështu që erdhe me njëherë. Është një mision, besoj një detyrë e rëndësishme, e vlerësoni të rëndësishme si qytetar. Patjetër është një detyrë që na takon të gjithëve, duhet të zgjedhim kryetarin e bashkisë. Kështu që është detyrë, erdhen për të votuar. Ke një mesazh për qytetarët? I ftoj të gjithë qytetarët të votojnë. Është detyrë për të gjithë. Në orët e para të mëngjesit të kësaj të diele, ka votuar edhe presidenti i televizionit 6+1 Vlora, Albert Deliaj. Presidenti i televizionit 6+1 Vlora ka qenë i shoqëruar nga bashkëshortja si dhe e bija. Familja Deliaj ka ushtruar të drejtën e votës në Pallatin e Kulturës Llabëria si një e drejtë kjo legjitime për të shprehur vullnetin e lirë. Numri tepër i ulët i votuesve është vënë edhe nga vetë komisionerët në qendrat e votimit në Pallatin e Kulturës Llabëria. Sipas tyre, numri tepër i ulët i pjesëmarrësve në orët e mëngjesit ka qenë indikuar edhe nga rreshet e shiut si dhe temperaturat e ulta. Në këtë drejtim ka ndikuar edhe e diela që sipas komisionerëve konsiderohet si një ditë pushimi e cila ka bërë që qytetarët të dalin me vonesë në votime. Jo, deri më tani procesi e vijon i qetë, presim votuesit, i bëjmë thirrje që të dalin të japin votën e tyre. Deri tani jemi të qetë. Themi që ka pjesëmarrje që nuk është e konsiderueshme deri në këtë moment. Është akoma herët, mendoj si orar, po presim që do ketë votues të shprehin. Edhe nga të dhëna zyrtare nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, rreth 1000 qytetar votuan në Vlorë përgjatë orëve të mëngjesit të kësaj të diele, ndërsa ajo se çfarë vjetre është edhe pjesëmarrje tepër e ulët edhe në njësitë administrative ku numërohen një pakicë e vogël votash.